tona me ata në që është nuk është dash, po edhe tash nuk duhet na të thonë po ki fol ti ashtu na tash ta kthejmë dy fesha dhe është për mua është gjë raciste me thonë, jo për është raciste me thonë ka gruan se ka Kosovë, sa vërtet. Unë prej pranverës kisha prit pak më shumë pas feminizëm. A vjen, për mua është absurde gjë raciste. E ki gruan se ki gruan e Kosovës. Edhe shqiptarëve ka pasur. Jo, po s'ka lidhje, po çto nuk çka gjë nuk u kritiku. Përkundrazi këtu ju dha havç asaj që mirë që pe kritikojmë pse se ka gruan pi Kosovë. Ekip Trumpin e ka gruan ballkanos, është nacionalisti më i madh në Amerikë. Nuk kam kisha prit prej teje ti më kritiku që dëgju raciste kisha prit se prej teje edhe prej tjerëve. Kjo është antifeminizëm, a? Antifeminizëm, antinjerëzore, pikësmarrje, këtu Kurti është ai i cili ka absolut as nuk e kritikum, ai mundet me pas ka don gruan, edhe nuk është problem. Po jo, bu pesha një farë gjuhë, ka oke ka kritiku në tash është gjdo sen duhet me bon. A dha tjerë nësë kanë keq, nësë është keq gjuhë keq. Na veç na e komentum deklaratën, u komentu veç deklarata që gjdo sen po kritikohet edhe po thuhet do të kështu apo do të kështu, do të me dash Kosovën, a vetë po e rrit, fëmijën e vetë në Finland, nuk ishte fare s'pat lidhje me gruan e tij, vetëm se ku po e bën familjen. Nuk ka lidhje puna e gruas absolutisht. Absolutisht Kurti, ai i cili domethënë ka promovuar më shumë me këto idetë e tina etnonacionaliste. Po në rregull, po kuptojmë na, okay, tash prapë domethënë bëjmë që standard. Nëse unë gabim na tash po shkojmë me standard që çto më të keq, do të vazhdojmë, do të vazhdojmë. A vjen? Pardon, do të më nol, po. Jo duhet me nol, po nëse kush është ai që nol? Nuk është ai që nuk jemi na që nol, po jo duhet me pas, po pikërisht jo qytetari thjesht analisti, profesionisti, nëse ka kritikën atë kohë duhet me pas atë kritikën standard për fjalorin, për argumentin, apo të po sigurisht. Jo pse e ke thonë tash duhet me thonë dy fish. Zoti Taulant. Taulant jo pa problem, se s'ka problem edhe. Taulant na unë e thash që e ka përdorur në kuptimin që s'ka kuptim. I ka qujt njerëzit pa shtëpi. Unë e qatore pa. Regull, është metaforë politike. Shumë që metaforë politike, hisë është po metafutë është. Pa, nuk është Po dhe? Pse këta? Jo, problemi do me honë të qka tjetër. Nëse ndjes për këto. Shtetet prej linjës kombëtare. Ato që e pati nga aspekti politik, unë besoj që ti mundesh me shpjegue çka ka menduar se çka ka dashur me thonë me nomad në aspektin politik të qëndrueshmërisë politike, lëvizshmërisë kështu me radhë. Se besoj që je më i thirrur në këto. Unë mendoj çat aspekte ka përdorur. A ka përdorur mirë, ndoshta jo mirë, po a ke shumë duket tragjike, shumë duket në gjuhë fyse. I kanë gjitë atë të tjerët me ia kthy në një model. Po, bile mazi. Unë pajtoj na plotësisht Taulant që kjo gjuhë domethënë është e papranueshme, por një shoqni të organizuar dihet me kush i përcakton do rregulla. Është elita kulturore dhe politika ajo që i cakton rregullat, edhe të gjuhës. E kur kryeministri flet me çit gjuhë, çfarë gjuhë mund me përdorur ai çatori jam i Gmicës që po e përmendni domosdoshmë. Respekt për Gmicën. E dyta, nuk u pajtova më herët e përmendni në kontekst gabim Zoti Goshi, jo i kanë thonë në gjatë dosit, jo i kanë thonë këti. Njeriu i cili, se edhe rilinë kombëtare e kanë bon shqiptarët e gjitha hapësinës shqiptare, që kanë asë, që do mos dhe prej diasporëve, prej dora distria, shoqata bashkimi, prej Rumanije, prej Bugarie, po prej avërshë Italisë, në regullor. Po problemi është krejtësisht na po fokusohemi, apo e don ti atë dhejën cilin po udhëheq, a nuk pe don, apo ja don ti marrëveshjet politike si Rambuje, e procesi i Vjenës, e pavarësinë e 2008-s, e randin simbolik, e randin kushtetues, as po ja don. Me qëta motet patriotizmi? E qyshe moti dashnin? Dashnia është me adash ligjet shtetit. Po kjo ka sens. Sepse ligji vlet si për Albinin, si për mu, si për ty.
Kombi është kur një bashkësi njerëzore nështrohet njëjtave ligje, ta ulon. Po vetëm Matoshe. E në atë veç që tu jemi të barabartë, se dikush o maj gjatë, dikush maj shkurt, dikush maj shtram, dikush maj gamt, hiç kanë lidhje këto, janë racizma koti. Matoshe. Po ligje na bën neve të barabartë, o koleg do. Matoshe, e vërtet është kjo. Kjo është 100% Kuti nuk i përgjigjet ligjit zotni doshtu. Jene po flasim parim. Vetëm pak flasim parim mbi idenë që e ngriti Gashi. Prishtina ka qenë duro vetëm pak se në kontekst ishte. Prishtina ka qenë në gabim kushtim Sadiku e trajton Kosovën si atlet vet, jo si Republika Srpske. Po prandaj Matoshi, këtu e kam esencën e debatit. Prishtina ka qenë Piemont i gjithë shqiptarëve në Jugosllavi dhe janë mirë pritur. Shof nga elitat politike, kulturore. Jo, ne kam fjalën për tish Jugosllavisë, gjatë komunizmit, gjatë asaj periudhe. Edhe me universitet me gjithë janë mirë pritur shqiptarët e padyshim Maqedonise, Malizie, e Bujanozit, s'ka asnjë pikë diskutimi, se ajo është një lloj zgjatimi i Kosovës. Të Maqedonisë pas të diskutim, të Malizi, janë mirë pritur në gjitha format e mundshme dhe në gjitha nivelet janë trajtuar si të barabartë. Dhe sot vihet dita tuhet, jo e ky Malizi, ky Preshevës, pse është Lumiri i Tërnosit, tani pse se përmend shpesh, nuk e di pse, po ose pse është Albin Kurti i Sukobinës edhe pse mund të jetë Bilal Sherifi nga Tetova edhe Kushtrim Sadiku nga gjitha teritoret tjera. Jo, Bilali ka jetu në Tetova, po është i vitis, Kosovar. E di, po du me thonë në parim, tani se i bie se Bardhin Mahmutin mund ta përmendim për atë. Jo, sani ma bajat që ka ndodhur me Rosin Çeku, kush ja ka po profilin e tij, as suksesit as dështimet, këti kanë dhënë Prizrenit, Eksakt. Mu kontet vlerat e tij, te kapaciteti i tij. Jo vetëm Piemont, ky qyteti i Republikës ku secili që vjen këtu me dhon kontribut me saadun është. Prishtina është fije madhe, Prishtina është edhe në kuptimin liberal, na duhet me qenë me mendje të haput. Na duhet me pranu edhe pakisat kosovare, edhe popull tjerë, mund marrë një Gjerman, një Amerikan me jetu në Kosovë, ka plot familje Amerikane që jetu në Kosovë, dhe janë sigurisht në shpinë e vetë. Prandaj kjo bajate, kjo është... Nuk është edhe... Prandaj, duhet kemi